Kreu I komisioni që duhet të shqyrtoj zbrastirat ligjore në interpretimin e dëgjuesisë në rang të qytetit të Shkupit, mbyll çdo kanal komunikimi me median, edhe pse komisioni në fjalë prej 7 muajsh është takuar vetëm 2 herë, duke lënë pezull zgjidhjen e përdorimit të shqipes. Mihajlo Manevski sapo dëgjoi se po e telefononim nga Alsat M, e mbylli telefonin. Dobar din. Gospodine Manevski, Valmir Kući sum novinar od Alsat M televizija. Na savjetovanju sam, ne možem da zboravim. Bi ti odzemal samo 10 sekundi, mi treba odgovor. Kryetari I qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski, tha se përgjegjës për punën e komisionit është kreu dhe antarët e tij. Trajanovski tha se mund të bëj presione, sikur se ka bërë prej muajsh, por ende nuk I di arsyet e vërteta sipas tij të mos mbledhjes së këtij komisioni. Ka kryetar të komisionit, unë tani më disa herë reagoj që ky komision të takohet, por duhet pasur parasysh se kishim zgjedhje, pastaj pushimet verore. Ky komision nuk u takua. Shpresoj se shumë shpejt gjatë kësaj periudhe ai komision do të takohet dhe do të jap mendimin e tij. Unë nuk mund t'ua them arsyet pse ai komision nuk takohet. Unë vetëm mund t'ju tregoj se po bëj përpjekje që ky komision të takohet dhe të jap mendimin e tij. Në bazë të dispozitave ligjore në fuqi, kryetari I qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski, mund të ndiqet penalisht për shkelje të ligjit për përdorim të gjuhëve dhe mund të dënohet deri në 5 vjet burg, bazuar në nenin 138 të kodit penal, I cili thotë: ai që do t'ja marrë ose kufizoj qytetarëve të drejtën e garantuar me kushtetut, ligj apo marrëveshje të ratifikuar ndërkombëtare për përdorimin e gjuhës dhe shkrimin, do të dënohet nga 3 muaj deri në 3 vjet burg. Nëse vepra e paragrafit 1 kryhet nga personi me detyrë zyrtare, ai do të dënohet me burg nga 6 muaj deri në 5 vjet.